Ajo shka shumë me rëndësi. Shumë me rëndësi. Ka në hadithin të cilën e transmeton Abdullah ibn Samit. Ki sahabia e ka ngu pejgamberin alayhis salam duke thonë një sen. Men shahide an la ilaha illa Allah. Kush dëshmon që s'ka zot tjetër përveç Allahut. Wahdahu la sharika lah. I vetëm është Allahu. Nuk ka shok, as nuk ka ortak, as nuk ka djalë, as nuk ka vajzë, i vetëm është. Wa anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Dhe se Muhamedi alayhis salam është robi i tina edhe pejgamberi i Allahut. Wa anna Isa Abdullah, Isa alayhis salam, i cili akon para Muhamedit alayhis salam 571 vjet, është robi i Zotit. Na pra si musliman e besojna Isën që a pejgamber ibnu ummetihi, edhe është djali i nanës vet. E ka pas Isa non, e ka pas Meryemën alayhis salam, gruaja e parë e cila ka me hije në xhenet, e cila akon e ndershme. Wa kalimatun alqaha ila Maryam wa ruhun min, edhe fjala çka ju ka dhënë nanës Isës alayhis salam është shpirti pi Zotit. Do thot edhe Isa alayhis salam shpirti ju ka dhënë te nana e vet me fjalën kun feyekun, bëhu edhe e bëhet. Çështu na besojna që Allahu dhul xhelal e ka thonë banu edhe është bon, pa bab. Na nuk e akuzojna. Na thojna që a pejgamberi i Allahut. Pejgamberi i Allahut ka lind pa bab. Wa anna jannatu haq, edhe xheneti është hak. Wa anna nara haq, edhe xhehenemi është hak. Adkhalahu Allahu al-janna ala ma kana min al-amal. Ka me shti Allahu dhul xhelal që njerin çfarë do punët pas banki. Ku ka me shti në xhenet. Ka një hadith tjetër sikur që ki, ama e ka dhe një vazhdimsi dvogël. Unë s'pja përmeni qatë vazhdimsin se se ka përmen Buhariu edhe Muslimi. Po na për libra qerat hadithit e përmendet. Thot ka me hi në xhenet na për 8 dyrt e xhenetit. Xheneti i ka 8 dyrt që ki do thot shka beson që të sejnë shka i falum, ka me hi në xhenet na për 8 dyrt e xhenetit. Ti pra, a dëshmon që Allahu është një edhe s'ka shok? A dëshmon që Muhamedi alayhis salam është pejgamberi i Allahut? A dëshmon që Isa është pejgamberi i Allahut? A dëshmon që fjala që i ka ardhur nanës Isës është hak me fjalën la ilaha illallah, kun feyekun, bëhu edhe ja bon? A beson që xheneti është hak edhe xhehenemi është hak? Po, ta di se je pi banorëve xhenetit. Inshallah Allahu dhul xhelal na ban pitin.